Dokumentet e gjykatës zbulojnë një seri mesazhesh dhe rrëfimesh që lidhin studentin e inxhinierisë elektrike Tyler Robinson me të shtënat në kampusin e Universitetit Utah Valley, ku të mërkurën e kaluar u vra aktivisti konservator Charlie Kirk. Robinson është arrestuar si i dyshuar dhe prokuroria po përgatit edhe kërkesën për dënim me vdekje, thanë autoritetet. Sipas deklarimeve që rodhën në seancën për mbajtje në burg, shoku i dhomës, emri i tij nuk është bërë publik, i tha hetuesve se pas të shtënave, Robinson i dërgoi mesazhe duke diskutuar motivin dhe detaje rreth ngjarjes. Dhoma i dorëzoi hetuesve një përmbledhje të shkëmbimeve tekstuale që sipas prokurorisë tregojnë se i dyshuari planifikoi dhe pranoi aksionin. Mesazhet e përfshira në dokumentet e gjykatës tregojnë biseda alarmante midis të dyshuarit dhe shokut të tij të dhomës. Robinson e udhëzonte të shikonte mbi tastier, ku mbi të shkruhej se ai kishte pasur mundësinë ta eliminonte Charlie Kirk dhe do ta zgjidhte. Në shkëmbimet vijojnë pretendime për përpjekje për të rimarr armën, shqetësime për gjurmë dhe detaje rreth vendodhjes së armës, si dhe referenca se planifikimi datonte pak më shumë se një javë. Hetuesit thanë se shoku i dhomës, i cili sipas BBC është një mashkull transgjinor në proces tranzicioni drejt femrës, dhe në raportime thuhet se ishte në një lidhje romantike me të pandehurin, i ofroi policisë bisedat dhe shënimet që gjeti. Nga këto materialet rezulton se i dyshuari shprehu frikë se do të identifikohej përmes pushkës dhe shprehu dëshirën që të dorëzohej me dëshirë. Gjithashtu, i kërkonte shokut që të mos fliste me mediat dhe të linte çështjet për avokatin. Prokuroria e përdori materialin si provë në seancën për mbajtje në burg, duke argumentuar rrezikun për publikun dhe nevojën për paraburgim. Hetimet vazhdojnë, ndërsa autoritetet përpunojnë dhe verifikojnë provat e tjera lidhur me ngjarjen.